Nëse vllazëria muslimane e ka përkrah Bin Laden, Absolutisht. nëse vllazëria muslimane e ka përkrah ISIS, Absolutisht grupe tjera terroriste edhe shqiptarët e kanë me prejardhje të pas asaj platforme të shtrirjes së islamit politik. Çuç është e mundur me në Evropë mos të ngrihet si alarm. Shiko, për një hoqë të devotshëm, Kurani është përparimi kryesor i jetesës i mënyrës. Për një demokrat për një demokrat të bindur dhe për ata që janë të bindur në demokraci, në parimet e demokracisë, fjala e lirë, mendimi i lirë, sjellja e lirë, pra janë pikrisht këto vlerat sikur që janë për hoxhën Kurani. Pra ata janë shumë thellë të bindur në këto çështje. Në respektimin e drejtave dhe lirive themelore të individit dhe ato kolektive. Kjo është një. E dyta, për shembull, Zvicranët ta marr, por edhe disa shtete janë të bindur se njeriu mund të transformohet përmes integrimit. Pra, po them shkurt, ata janë partner me shtetin në shumë situata. Janë partner. Pra, si. Po shiko, tani është tem paksa komplekse kjo, po për shembull shteti mbrana universitetit të tij ka marrë ekspertë të tyre dhe zhvillon aktivitete interkulturore. Merr imam të ndryshëm, rishkollon përmes seminare, përmes çështjeve tjera që ju duhen për të smur, pra përcjelljes deri në vdekje, pra për të burgosur, për të ashtu quajtur të indoktrinuar të ri që janë marrë me terrorizëm. Shërben pastaj për hapjen edhe të disa qendrave programore që janë bërë si testime, si eksperimente. Për shembull, ka pas një program austriak që ka marrë imamet dhe ka krijuar një pilot projekt për ta pasur si do të zhvillohet çështja e fesë në mënyrë liberale. Kemi në një qytet atje ku dhe unë jetoj, por nuk du t'i përmeni jamra se pastaj do të futëm në një linjë krejtësisht tjetër dhe do t'ju iki sot edhe një kohë këtyre çështjeve. Tani e vërteta është kështu. Unë jam marrë me këtë çështje në atë qytet dhe pra jo që nuk ka pas liberalizëm, por ai qytet në krahasim me fazat para se të udhëhiqej ky projekt ka 20 fish vajza të mbuluara dhe gra të mbuluara se sa para asaj kohe. Pra shikoni, në horizont, në publik, propagojmë diçka dhe në prapavi po ndodh diçka tjetër, një kundër efekt. Pastaj ata në debate publike, një pjesë e tyre shfrytëzojnë pikërisht pra këta socialdemokratët, pra nuk flasin vetë, e marrin një njeri me cilin bashkëpunojnë dhe në emër të tyre flasin më shumë ata tjerë do të kundërvijen se sa vetë imamët, sepse ata nuk e kanë guximin të ballafaqohen me njerëz të cilët i dinë këto çështje. Pra, çështja e manifestimit ose çështja e jetesës ta quaj ose interkulturalitetit në Zvicër është një çështje shumë problematike.